Që dini dhe kemi folur edhe më herët, transformimi i FSK-s është parapar që nga viti 2018 në 3 faza, do thotë fazat janë ashtu duke u zhvilluar siç edhe ka qenë parapar. Asgjë nuk po ndodh re, por vetëm sa po rriten detyrat dhe obligimet, kurse po shtohen do thotë nevojat dhe plotësimi me pajisje, mjete dhe normalisht buxheti duhet të jetë më i madh se sa që është parapar në fillim, sepse janë shtu do thotë edhe rreziqet dhe kërcënimet. Kështu që zhvillimi i FSK-s të një tutje duhet të ketë një buxhet shumë më të madh se sa ishte parapar në fillim. Kjo është parapar edhe me fazat kur është bërë atëherë, do thotë, sepse tani jemi pothuajse në fazën përfundimtare, ku në vitin 2028 duhet të dalim para NATO-s dhe tregojmë se çfarë kemi bërë, do thotë, a kemi plotësuar apo jo kapacitetet. Buxheti i premtuar nga kryeministri Kurti është më i nevojshëm dhe sigurisht që ndihmon zhvillimin drejt atij synimi, por nuk mendoj që është i mjaftueshëm marr parasysh sepse FSK ende ka nevojë për plotësimin me kuadrot e reja, ka nevojë për pajisje moderne, për pajisje zbulimit dhe kundër zbulimit, do thotë moderne, dhe normalisht të ketë një buxhet do thotë të përmbajtjen e personelit dhe zhvillimin e trajnimit profesional të personelit. Dhe cilat janë fushat kyçe ku duhet të investohet tani zënës Adriaj? Sigurisht që është fusha kryesore të zhvillimit të pajisjeve, trajnimi profesional dhe plotësimi i njësive të sapo krijuara me pajisjet e nevojshme dhe teknologjinë moderne, kështu që po gjithçka sepse shumë prej faktorëve, shumë prej gjërat e parapara në fazat e mëheshme janë plotësuar dhe janë plotësime sipër, po plotësohet tani edhe personeli, por tani ka mbetur do thotë plotësimi me pajisje të reja, pajisje moderne, edhe do thotë të avancohen kuadrot për përdorimin e këtyre pajisjeve dhe normalisht struktura të bëhet me funksionale dhe me gatshme për ballin me sfidat e kohës, por edhe për kryimin e detyrave profesionale të cilat i takojnë me kushtetutën forcës e sigurisë së Kosovës. Dhe zënës Adriaj, do të pyesë për një çështje. Pra plani i transformimit 10 vjeçar mbyllet në vitin 2028. A besoni se do të arrihen të gjitha ato objektiva dhe të tejkalohen, pra sepse natyrshëm ajo çfarë ka qenë fushë mbrojtjes në 2018-ën, 2027-ën e 2028-ën ka ndryshuar shumë? Sigurisht, në këtë tim është duke u punuar shumë dhe unë e krenoj shumë me FSK-n sepse i përcjell nga afër zhvillimet. Mund ta heqësh uniformën, por kur nuk mund ta heqësh dashurinë dhe respektin që ke për njësitë dhe për forcën e sigurisë të Kosovës, kështu që jam në rrjedha dhe përcjell nga afër situatën dhe zhvillimet. Sigurisht që FSK është në rrugë të mbarë, është duke u plotësuar me kuadro profesional, duke trajnuar personelin në për të gjitha akademitë me renome botërore, do thotë sipas standardeve të NATO-s, sepse ajo mbi të gjitha duhet të jetë ndërveprueshme me njësitë e NATO-s. Sigurisht synimi kryesor është të futemi ose të futet FSK-ja në NATO, për këtë do thotë duhet të jemi të përgatitur, do thotë në të gjitha fushat, si me pajisje, si me personel, si me të gjitha ato që janë kërkuar parapar në fazat e zhvillimit drejt këtij synimi.